konsumatorët. Dhe ne e dim që askush nuk prezentoj program, por ne i votojmë të gjithë. Ne vazhdimisht po i votojmë, por vazhdimisht po na shkenin, duke parë se ne jemi bujar, zemërgjër, falim, presim, ata vazhdojnë neve të na ofendojnë inteligencë. Po na trajtojnë si abdallajnë. Ki Mehmeti më pëlqen kur e thotë abdallajnët. Do me thonë, ne nuk jemi abdallajnë. Dhe nuk jemi ata që meritojmë dikush më na shkel inteligencën. Sepse prej gjirit ton, i kemi zgjedh djemtë dhe vajzat më të mirat. Edhe ato ishin si ne, hanim, pinim, punonim bashkë. Nuk kemi diferencë. Vetëm me votën tonë nuk kemi dhënë autorizime dhe kompetenca. Kjo është dallimi. Po. Dhe ata duhet të na përfaqësojnë neve. Dhe si po na përfaqësojnë? Por çka ndodh? Krejt këta kanë votuar ligjin për finansimin e partive politike nga buxheti pa debat publik dhe pa parën e interesit. Që do të thotë është një krim i vogël, për dikën i vogël, por për neve shumë i madh. Këta marrin ta shtoqujtura donacione e subvencione për bizneseve, ani që e kanë edhe përkrajen tonë prej ligjit. Dhe ky ligj është shumë makabër. Kush është ai që mund të më detyroj mua që nëpërmes paras publike ti votoj të gjitha partitë ose të bëjmë anëtar të gjitha partive? Do të thonë është nonsens. Nuk mundet kërkush kërken ta obligoj që ti votoj nëpërmes paras të gjitha partitë. S'ka kuptim. Pra partitë politike me atë sa mendojnë se janë të forta, ato duhet të angazhohen që nga antarësia të financohen. Dhe jo të na korruptojnë me ligjë të korruptuar ose me ligjë që nuk ka lidhje me kushtetut as me ligjë. Po, e vërtet. Cila tani është gjendja e konsumatorit në këtë rast, me qenë se u përmend pak më herët që ligji është nën 40% duke u zbatuar, pothuajse fare në një farë mënyre. Ku janë inspektorët, ku janë kontrollet, ku janë gjitha ato që duhet të ndiqeshin në fakt me ligj dhe nuk janë duke... Është e pamundur, për mendimin tim, nuk kërkoj falje nëse po e teproj, ose s'po qëlloj, ose s'po e di, që të bësh inspektor ose të jesh vendimtar në dikun për diçka, e mos të jesh ingranuar me ndonjë parti politike. Ne mbi 2/3 e stafit të administratës publike, nivel shtetëror dhe nivel komunal, i kemi të partive politike dhe janë të pritës. Dhe me thonë, kjo administrat mund të funksionoj vetëm me 1/3. Kjo të pritësa është maki votuse. Dhe në këto rrethana, në jipët të nënkuptojmë shumë qka. Se nëse ne i kemi votuar këto parti, të cilat po i vendosin njerëzit e tyre në këto mekanizma shumë të rëndësishme për neve, atëherë ne e kemi marrë një pjesë të përgjegjësisë për vete. Do me thonë, ne duke i votuar këta që nuk kanë program për ne, e kemi huq edhe vetë vetës, që kemi huq edhe të drejtën e ankesës. Të drejta e ankesës nuk ka kuptim edhe për shkak se asnjë legjislaturë qeveritare nuk e ka përmbushur